Mirë se vini në një tjetër mini vlog me mua dhe fëmijët e mi në sfond dhe me dëshirëndime për gatuar. Atëherë çfarë do të bëj sonde? Për vajzat brokoli të ziera sepse i pëlqejnë shumë. Nuk e bëj më asgjë, thjesht i lë ashtu. Dhe nga ana tjetër kisha pak lule lakër, e cila po më prishej dhe vendosa që ta bëj kështu, siç po ju tregoj, të futur në furrë me këtë salcën që përgatis me një vezë, me 60 gram kos, siç e pat një kup kos. I trazojmë bashk, gjithmonë i hedh vaj ulliri erësa, i hedh miell shtatrash, pak a shumë më dalin si një brumë, le të themi pankekësh, por pak më i hollë se ai. Ëm, ja këtu i kam hedhur pak vaj ulliri dhe pak erëza, jo shumë, por pak erëza. Dhe në fund i kam thurë në furrë, këto ndërkohë janë brokoli që po zjejnë, nuk e di po më pëlqen shumë kjo ngjyrë e jeshile. Ndërkohë vajza ime e vogël, e madhja në këtë rast, por që për mua është gjithmonë e vogël, më ndihmoi me bukën sepse vendosa që për to të dyja të bëj edhe pak trahanën e kam të bërë vetë, është fantastike dhe ka shumë vlera ushqyese, ose është rritur. Ndërkohë si e bëj unë trahanan, hedh në këtë rast kam bërë pak sasi një lugë trahana, pak gelatin kockash, pak fare gjalpë dhe le të themi që i kaloj pak bashk në tenxhere ndërkohë nuk i skuq. I lë sa të themi ka ordisen pak, i hedh ujë dhe derisa tranaja të arrijë në këtë trashësinë kështu, dhe më pas thjesht i shtoj bukën dhe mund t'i grij pak fare djath, pa krip lart. Ndërkohë më fal, lule lakrat i zjeva dhe thjesht i lyeva mirë me atë masën që krijova dhe i futa në furrë. Dali fantastike. Ndërkohë ja kjo bubja ime e vogël që i pëlqen shumë t'ja haj brokolit kështu dhe jam shumë e lumtur. E ç'ju them për këtë lule lakrë, ndoli fantastike dhe unë do t'ja u sugjeroja që ta provoni dhe të më thoni, kisha edhe një copë mish aty. Ju bëft mirë, bye.